Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Monitor TV me ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Këtë herë do të ndalojmë tek Xhibani. Xhibani, një artist i cili na pasionoi realisht me sinqeritetin e tij në Big Brother, me këngët e tij pas Big Brotherit dhe ka një kureshtje apo një ndjekje të madhe për rrugtimin e jetës së tij. Le të themi se çfarë po bën Xhibani po ndiqet me lup. Është shumë kureshtje e madhe të kuptohet se çfarë po bën Xhibani. Çuditërisht, Xhibani ditë më parë apo muaj më parë nxori një video ku pati një operacion të syrit të tij, por këtë herë ka vendosur që të bëjë një operim tjetër. Do të thënë Xhibani ka vendosur që të ndryshojë krejtësisht rrjedhën e jetës së tij. Ai ditë më parë, do të thënë, ka postuar një fotografi ku ka bërë një operim në hundë dhe shkruan: pas operacionit në sy, Xhibani ka vendosur të bëjë një tjetër ndërhyrje kirurgjikale në fytyrë. Ka qenë vetë ish banori Big Brother VIP Albania që ka treguar ndryshimin përmes një fotoje në Instagram story. Xhibani ka vendosur të bëjë hundën, duke treguar edhe ndryshimin që ka tani fytyra e tij para dhe pas operacionit. Do të thënë Xhibani tashmë ka hyrë duke bërë një ndryshim drastik në veten e tij. Zakonisht personazhet publik preferojnë që të ndryshojnë veten, preferojnë që të ndryshojnë pamjen, dhe Xhibani ka bërë hundën, si u duket tashmë Xhibani me këtë pamje të re.